Rimi në mbrëma toksor, jemi rikthyer, jemi në P2. Pjesa e dytë e emisionit Zonë e Lirë, jemi live, ora është 21:34 minuta. Mund ta shikoni këtë emision në YouTube, te kjo faqe e letë do nxjerrit deri në ekran, ndërkohë pyetjet tuaja mund t'i bëni te ky QR code që del në ekran për shefin tuaj. Plastet fabuloja e tretë me Ilir Kull në zonën e zotërisë. Kulla para se të ja fjalën, do shohim ministrin belg, më fal, kryeministrin e Belgjikës, emrin e cilit nuk e kapa dot, sepse ai nuk është frankofon, është nga pjesa e Flandrës. Është flaming. Ë? Është flaming. Flaming, po, pa, dhe nuk i ka dot emrat e këtyre, kam shumë të vështirë. E ke, ma do vanish pak emrin? A quhet Kulla. Aman morbur, edhe Belgjika reagon. Quhet Bart de W. Ever. Wever. Bart de Wever. Bart Wever. Bart Weveri. Po shiko sa tipi lezeshëm është dhe i thot, si mu ta bëjmë ne këto, thot, i mbajmë, thot, pasurit, thot, Rusis, thot, ato që i keni blokuar. Po kjo s'ka ndodhur në asnjë luftë botërore, nuk ka ndodhur kjo, thot. Edhe në luftën botërore nuk ka ndodhur ndonjëherë. I shiko se i shqetësuar është i shkret, i thot gazetarëve. Je vile ty të shohim pak. Bart Wever. Bart Wever. Kryeministri i Belgjikës. This seems to me the first step if you want to take an important decision. This has never been done. Even during the Second World War, we didn't do this. So it's not a detail. The first step seems to me that you present the legal basis for your decision. I haven't seen it yet. To na i ç'bëhet. Tani Macroni, me përfizir Macronin, besoj do të jetë partizani numër 1 në Bashkimin Evropian, që thotë vetëm ai, janë edhe ca të tjerë. Mund të jetë dhe Mersi dhe ky anglezi, si e ka. Jo, anglezi s'është mbë. Ah, dakord. Po kanë kapë dhe anglezët besoj në një gjë. Po sigurisht po. Po. Qa ishte, po? E tha shumë bukur. Ne aktualisht kemi pulën në kafaz për aparat ruse dhe përdorim vezët, interesin që prodhojnë fondet e pezulluara. Po. Nuk mund ta shqyem dhe të hanë punën, nuk lejohet. Ka drejt. Çfarë perle, po shpërkthimi literal ky? Pyta. Da lexoj edhe një herë se shumë e bukur. Po sigurisht. Keni parasysh kur filloi lufta në Ukrainë se të trinj? Gjëja e parë që sanksionet. Sanksionet, dhe një nga sanksionet ishte që të bllokohen gjithë pasuritë ruse, qoftë kotull bakare, qoftë pasuritë e paluajshme, gjithçka apo jo, kulla. Kudo që ishin në për Bashkimin Evropian, po dhe në Amerikë në atë kohë. Po, të pezullohen. Të pezullohen. Të bllokohen, mo. Po, pra është një lloj sekuestrimi, kulla, apo jo? Po, sekuestro. Sekuestro. Tani Putini i ka thënë këtyre, ore, qofse ju... Jo, këta kanë thënë do marrin vendimin që këto para do japim Ukrainës. Dhe Putini ka reaguar, ka thënë, qofse ju bëni këtë, lufta është e sigurt. Se s'mund ta bëni këtë punë. Po na shpallni luftën dhe do Po çfarë perle dhe ky belgu më burr, se belgat, shiko, belgët siç duken të parëndësishëm. S'janë të parëndësishëm. Kuptimi që s'është nuk është se kanë ndonjë peshk, kush e çfarë, më thjesht kanë komisionin aty në Bruksel, vetëm kaq edhe. Janë qendra edhe NATO. Kanë bëj edhe NATO, nuk janë. Po pra. Ne aktualisht thot kryeministri belg kemi pulën në kafaz. Pula në kafaz janë parat ruse. Dhe përdorin vezët, pra interesin që prodhojnë fondet e pezulluara, nuk mund ta shqyem, thot, dhe të hanë pulën, thot, nuk lejohet. 80% e fondeve të Bankës Qendrore ruse, kulla, në Europë ndodhen institucionin bankar privat Euroclear në Bruksel. Po. Ky nuk është institucioni i Bashkimit Evropian. Dhe Belgjika rrezikon gjyqjet të humbura në arbitrazh nëse këto lek i jepen hua Ukrainës. Asnjë para nga Banka Qendrore të Shteteve që njihen nga OKB nuk mund të sekuestrohet. Fjala jote, kulla. Tani, kur hyn në aventurat nuk kanë limit. Dhe kjo aventura në cilën, sepse ki parasysh, qofse do të bëhej marrëveshja 2 muaj pas fillimit luftës në 2022 në Stamboll, marrëveshja që donte në atë kohë kryeministri i Izraelit i kohës edhe Erdogani, sot Ukraina s'do të kishte humbur gjithë ato territore, s'do ishin vrarë gjithë ato njerëz dhe nuk do flisnim, s'do ishte shkatruar gjithë ajo infrastrukturë e tjerë. Këta që i thanë Ukrainës vazhdoj luftën ti se na ke ne dhe do t'japim ne para e armë. Ndërkohë këtë e tha dhe administrat e kaluar në Amerikë. Po pra po, këta që i thanë, ta që i thanë tani, ta tani nuk i përgjigjen dot ekonomikisht. Normal. Ukrainës. Trumpi më duket se ashtu, Trumpi më duket se hoqi dorë apo jo. Deklaroi që nuk do jap, jo, nuk jap asnjë ndihmë për luftën në Ukrainë. Pjesërisht, është duke vazhduar duke dhënë, por jemi në kushtet që
këta tani evropianët, sepse Zelenski thot tani më futut në luftë, më thatë që vazhdo ecë përpara, po tani nuk mund të vazhdoj sepse ata tani po përdorin dhe skandalin e korrupsionit të njerëzve të Zelenski. Që dha dorëheqjen ai. Edhe, po se dha dorëheqjen ai, janë arrestu të tjerë, akuzohen se i kanë marrë qindra milion euro dollari kanë çuar në Izrael, se është një pjesë e lobit ebraik Ukrainës që është afër Zelenskit. Pra skandali sa më shumë hyn, aq më shumë trashet. Dhe këta tani kanë Pra ka dalë shejtani nga shisha dhe atje ku. Po ka kohë që ka dalë shejtani nga shisha. Edhe atje tani i kanë thënë këtij që ne do marrim parat e ngrirat, asetet e ngrira ruse dhe do t'i japim ty për ndërtimin e për ekonominë. Po kush është iniciatori? Kush ka thënë këtë? Komisioni, se ti... E ka fjalën kush ka artikuluar për e të parë? Komisioni, pra, Komisioni Europian, pra... Von der Leyen, princesha? Ursula? Ursula me ca nga këta, do me thënë, teknicianët e komisionit. Nga është, parat janë në Belgjik. Edhe Belgjika thot, ikni nesër ju, ndryshoni prapë, thot, po këtu ngele mund, thot. Ty unë luft me Rusin, thot, nuk shkron këta. Nuk është bankë e BE-s, pra, është bankë belge. Bankat janë belge. 80%. Po, edhe si kur tjenë aksionet e Bashkimit Europian, bankat janë belge, sepse bankat veprojnë në teritorin e Belgjikës. Pikërisht, 80% e fondeve të Bankës Qendrore Ruse në Europë ndodhen në institucionin bankar privat Euroclear në Bruxelles. Po. Ky nuk është institucioni i Bashkimit Evropian. Po. Dhe tani... Belgjika rrezikon gjyqje, pra janë hallta, pra ne ka vetë ministri. Rrezikon gjyqjet, po Belgjika rrezikon që të shkojnë të shpalli luftë Rusia, sepse Rusia e ka thënë shumë qartë që deri në momentin që ju keni vendosur sanksione, okej, jeni drejt në tuj, na keni pezullu fondet, lekët janë atje, po ju nuk mund të i vjedhni fondet. Sepse kjo është vjedhje pastaj, kjo është shpallje lufte. Pern. Po patjetër. Po në fakt kështu është. Dhe kryeministri i Belgjikës, stop, thot se ju vërtet bëni deklarata kështu tjerë, po këtu kryeministra ja mund, thot, edhe nuk mund të fusë vëndin tim në luftë. Dhe ky do t'ishte precedenti i parë në histori. Kemi pas në fakt një precedent, kur Ahmet Zogu mori Arin edhe e qoj në Londër bashkë me veten që shkoj atje, e mbylli në bankat londineze, dhe pastaj ndonte shteti komunist Arin Ahmet Zogut, po nuk na e dhanë, dhe pastaj shumë vite më vonë u përdorën sa ndihmë. U rregulluan. Jo, nuk u kthy kurrë ai Ar këtu, po tash rusët rrezikojnë, sepse pse nuk mund ta lejojnë rusët të gjë, sepse nëse hapet ky parim, pra ky princip, atëherë shkojnë gjithë kudo që i kanë rusët këto rezervat valutore, monetare, të arit, ku diun të lëndëve të parë etj, rrezikojnë që t'ia bllokojnë dhe t'ia marrin me të njëjtin mënyrë. Dhe ai Putini ka bërë shumë qartë, nëse kaloni këtë vit kuqe, atëherë ne jemi në gjendje lufte. Atëherë mos na thoni pse filloi lufta, sepse kjo është arsye e luftës. Ursula von der Leyen e Komisionit Evropian ka propozuar 2 mënyra kulla për të mbështetur Ukrainën në vitet 2026-2027, pra 2 vite të ardhshme. Ose do marrin një huaj 100 bilion 100 miliard, po. 100 miliard euro duke vendosur kolateral buxhetin evropian, pa prekur parat ruse në Euroclear, por gjë që kërkon unanimitet në Këshillin Evropian 27 vende. 27 vendeve, që është e pamundur. Ose do përdorin fondet e Bankës Qendrore Ruse të bllokuara, gjë që kërkon vetëm 15 nga 27 vota në Këshill. Nuk duhet unanimitet për të përdorur fondet ruse, pasi Komisioni dhe traktatet e funksionimit të BE-s e njohin ligjërisht si modifikim të politikës jashtme. Atëherë, bëu gati çan se ditën që ndodh kjo gjë, ne jemi zyrtarisht në luftë me Rusin. Po këta nuk janë të çmendur që të përdorin fondet ruse apo jo? Janë të çmendur thua ti? Ata po e thonë që do bëjmë, ti thuaj të çmendur. Po shumë gjëra thuaj që do bëhen okulla, po edhe nuk bëhen. Kjo është linja e kuqe. Ai ka thënë, siç e tha kryeministri i Belgjikës, kjo s'ka ndodhur as luftën e dytë botërore me Hitlerin dhe me Gjermaninë. Normal. Nuk mund ta bëjmë sepse kjo është shpallje e luftës dhe fillimi i luftës. Nëse do ta bëjnë, do ta shohim. Çita. Deri tani kanë bërë shumë gjëra që për cilat nëse bëhet kulla ti si gjë ushtarak që je, nëse bëhet kjo, që ta ju ikën truri për një moment, lajfisin dhe e bëjnë, përdorin parat ruse. Putini kujt i bie i pari? Mos thuaj që i bie Belgjikës. Edhe Belgjikës. E ke pati ata dronët që vinë për Evropë rrotull? Se Rusin ata. Sot kishin çu dronët atje mbi nëndecet në Bretanjë, në Francë, mbi nëndecet bërthamore të Francës. Ajo baza në nëndecet në ishull. Baza në nëndecet. Po tallesh? Jo, s'po tallen. Klami ditës. Çfarë thotë kulla, lexoj çik. Nxjerr edhe një herë jo. Po s'ma theu.
Asetet ruse në Belgjik, që thot kulla se në bje projekte? Asetet ruse në Belgjik, shefja e Euroclear thot se nuk e përjashton mundësinë e paditjes së BE-s nëse sekuestrojnë fondet. Gallat, Belgjika do paditje Bashkimin Evropian. Po pra, sepse është bank belge ajo. Po. Euroclear është bank private. Po një gjë nuk kuptojmë, pse 80% e fondeve ruse janë të kjo bank, nuk e kuptoj dot fare. Po se di, është çështje teknike, nuk mund të jap shpjegim për këtë gjë. Po çështja është që nëse ata marrin një vendim, kjo është linja e kuqe domethënë. Ky kush është ky? Lexohet çik, kulla? Bankeri më i lartë thotë se BE përballet me 50 vjet gjyq nëse merr asetet e ngrira të Rusisë. 50 vjet gjyq thotë ky pa, po ky ky është teknicien banker. Po. Ai ka thënë kjo është linja e kuqe këtu, pastaj na keni shpall luftë, do hym luftë. Trumpi nuk pritet të bëjë koment rreth këtë çështje? Ai ka bërë marrëveshjen për asetet e ngrira në Amerikë, mes Amerikës dhe Rusisë. Një nga gjërat që u diskutuan. Nuk i ka lëshuar as Trumpi. Jo, por nuk sekuestruar ai. Ka thënë që do t'i përdor. Do ja jap Ukrainës. Qartë. Më vjen mesazh kulla ku më thon nuk janë budallënj rusët godasin shtetet europiane të NATO-s, thjesht do humbin në gjyqje dhe rusët do fitojnë 4 fishtat. Scott Bessent ishte dakord, shefi i thesarit amerikan, sipas von der Leyenit. Pas ka qenë dakord edhe ky. Ta shohim. Unë nga presidenti Trump nuk e kam dëgjuar këtë gjë. Edhe nga këta kryeministrat e vendeve anëtare, për shembull dhe kryeministri i Italisë ka thënë kjo është ide e çmendur, për ato të Hungarisë dhe të Slovakisë nuk diskutohet, kështu ta shohim se kush është ai trim sa të na fusin luftë me Rusinë. Ja kanë komunikuar administratës amerikane e pritën mirë, thot. Kush? Këtë ja kanë komunikuar për administratës amerikane. Po jo më burr tash se ka deklarata të hapura nga ana amerikanëve që janë kundër për këtë gjë dhe një nga pikat që kanë diskutuar në Alaskë ishte pikërisht kjo. Po vetë vendet anëtare të BE-s janë kundër kësaj gjë. Qatë. Ledjo, na kanë bërë dhe çelë kora me kullën. Që do thot plaset fabura e fundit për sonte me kullën. Ore, kemi në një video këtu të shohim, duke se goditi Trumpi një tjetër nga këto peshkaregjet. Peshkaregje i qua ju, po... Skafet. Në këto skafet e... Që është kjo? Kjo është... Luftania amerikane. Luftania është kjo, po është luft... Aeroplan bajtës. Aeroplan bajtës, po. Tani kjo është afruar afër Venezuelës. Po është përballë në brigjet e Venezuelës, sepse aty ndodhet ishulli Puerto Rico. To janë F-35 apo që janë? Po, aty ndodhet ishulli Puerto Rico që është ishull Amerikan. Më përballë Venezuela. Puerto Rico, po, bravo, po. është më përballë Venezuela. Puerto Rico është Amerikan, është brenda... Ka një lloj autonomie, sovraniteti vetë qeverisë. Këto janë F-35 të famshme, kulla. Po si janë vetëm F-35, ka shumë lloj avionesh aty. Dëgjoj kulla, tani ky ka bllov, ky Trumpi apo do i bjerë vërtet, dhe para kujt do i bjerë? Se ja goditi Venezuelën. Se nuk e do këtë Maduro do ta heqë qafe. Atëre, do të thënë çdo më thënë, i bie kujt, i bie pikave nevralgjike të Venezuelës, çka ka? Atëre, ose kështu nafte, gjëra, ç'a do i bjerë? Apo do të vrasë ato? Atëre, duhet të kthehemi pak i ka thënë merr familjen dhe ik. 8 vite të shkuara. Kemi 13 minuta kohë, kulla. 8 vite të shkuara kur SBA... Jo harta këtu ç'ash, kulla. Është ai që quhet gjiri Meksikës dhe tani Trumpi ka quajtur gjiri Amerikës. Po normal, po. Ose më mirë si ne e njohim si Amerika Qendrore. Dhe deti Karaibeve, kupton, po... Qartë. Presidenti Trump ja ndryshoi emrin në hartë. Po që kur erdhi në pushtet. Po, një pjesë e quhen gjiri Meksikës, pjesa tjetër e quhen gjiri Amerikës. Tani, çfarë ndodh? Ndodh që aty është dhe Aruba e famshme, ai ishulli... Ishulli që përfol tu që... Holandes, një takim që është bërë në ishull në Aruba. Është shumë afër Venezuelës dhe është ishull shumë i bukur. Tani ndodh që Venezuela është vend... Që tregon për forcimin ushtarak të SBA-s? Po, në det. Në Karaibe. Po. Dhe janë ati ku morojnë shigjetat apo jo, kulla? Po. Se unë i kam larë, nuk i lexoj dot. Ndodh i kam unë, ti lexoj unë. Po, mi thuaj pak. Tani, ndodh që gjatë periudhës pas Covidit dhe gjatë periudhës presidentit Biden, Amerika ka humbur influencën gati në gjithë Amerikën e Jugut. Të gjitha qeveritë e reja që dolën nga zgjedhjet, përveç qeverisë Milleyt në Argjentinë, janë qeveri anti-amerikane, hapur anti-amerikane. Po jo të gjitha më duket. Përveç Argentinës dhe kujt tjetër? Përveç qeverisë Argentinës, këtu është dhe Costa Rica që është pro-amerikane, të tjerat Honduras, Nicaragua, Panamaja, Kolumbia,
Brazili, Guami, qaj me radhë ke qeveri Ekuadori është pro-amerikane, Peruja është pro-amerikane që është këtej, qeverit e tjera i ketë gjithë anti-amerikane. Deri sa të shkosh... Kolumbia, ta përmënda pra, presidentin... Edhe Meksika nuk është anti-amerikane. Edhe Meksika është anti-amerikane. Po. Ka problemet mëdhaja. Dhe tani, a i ka vendosur që të kthehet në atë pikën e përplasjes që kishte para 8 vitesh, kur u bën zgjedhjet në Venezuelë dhe Amerika njohu një qeveri paralele që pastaj ai presidenti iku u arratis qofse të kujtohet, shkoi në Amerikë, dhan azil politik e tjerë. Edhe atëherë tensionet mes Venezuelës dhe Amerikës ishin shumë të larta, madje ishin kaq të larta sa që u desh të ndërhynte Papa atëherë në ndërmjetësimin mes dy palëve për të mos lejuar një luftë. Atëherë sekretar shteti ka qenë Mike Pompeo, i cili ishte njeriu që shkonte dhe vinte. Në rastin konkret, këtu ka marrë një rol Marco Rubio, sepse ai është hispanik, pra një mentalitet të tjerë. Me pak fjalë, Venezuela sot është një aleat jashtëzakonshëm ushtarak aty i Rusisë edhe i Iranit. Madje Irani ka shumë mbështetje brenda Venezuelës dhe kontrollon edhe një pjesë të puseve të naftës, duke llogaritur që Venezuela është edhe një nga vendet më të pasura të Amerikës së Jugut. Pra, Trumpi nëpërmjet Venezuelës ka naftë pafund atje, ku? Trumpi nëpërmjet Venezuelës synon që të rikthej forcën e SBA-s, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës Veriore, kontrollon që ka pas gjithë Amerikën Jugore. Nuk është e lehtë, është shumë e vështirë dhe ai ka gjetur si sebeb luftën kundër drogës, duke qenë që edhe Venezuela është një nga prodhuesit e mëdhenj të drogës. Pa Putinin mbylli gjë që i ka thënë ti vazhdo këtë vëlla, nuk po të fusu do tu në këto gjërat e tua. Zonën këtej mos ngatro për punë e Venezuelës. Nuk është kaq kollaj. Ki parasysh që SBA-si ka ngelur këtu 100 vite 60 Kuba. Kubën nuk e ka mundur dot. Kështu që sfida për Venezuelën është shumë e madhe dhe është shumë serioze. Pra ai presionin e ka të madh e ka serioz, por mund të jetë duke luajtur një bllok të madh politik që nëpërmjet presionit të marrë në këmbim shumë gjëra të cilat në kushte normale presidenti sotshëm i Venezuelës nuk e jep. Pse? Çfarë kërkon fatikisht Trumpi atje? Kërkon naftën? Rolin që ka patur dikur Amerika në Venezuelë para Chavezit. E shfryzonte pasurinë e Venezuelës dikur Amerika? Sigurisht, ishin kompanitë e mëdha, po deri para Chavezit, deri para 20 sa vitesh. Dhe pastaj mbrapa? Pastaj u bë grusht i shtetit me Hugo Chavezin. Dhe presidenti sotshëm Maduro është trashëgimtari i Chavezit. Pra ti thua ka mbi 20 ditë që Amerika nuk ka asnjë influencë në ato. Jo, në Venezuelë jo, po ka humbur të tjerat. Dhe sot Amerika ka dhe një problem tjetër. Kur erdhi presidenti Trump në zyrë dhe ishte një nga argumentat që ai përdorte për Bidenin dhe për dobësimin që i bën Amerikës, e gjeti që gjysma e vendeve të Amerikës Latine ishin pa ambasador amerikan. Pyta. Kështu që për të është shumë e rëndësishme strategjikisht ta kthej pushtetin dhe fuqinë e Amerikës në Amerikën Latine, edhe në mënyrë që të ekuilibroj rolin që ka në Panama. E mbriti me presion, e mori kanalin e Panamas mbrapa, sepse problemi është që këta kanë bërë një aleancë të tre, Rusi, Kinë edhe Iran në Amerikën e Jugut, por me Venezuelën nuk është kaq kollaj, sepse Venezuela është vend i madh, shumë i komplikuar. Pra ti thua kur Trumpi i thot Maduro, kërcënimin e ka serioz, merr familje dhe ik, ti thua ka seriozisht. Po ka seriozisht. Ndërkohë Maduro s'pjer fare thua ti. Jo, ndërkohë ata kanë folur në telefon 2 herë javën e fundit. Edhe ka negociata që shkojnë në tokë dhe nuk e dim se si do shkojnë negociatat. Prandaj unë them që mund të jetë presion i madh në mënyrë që të ketë një marrëveshje. Pra mund të jetë bllov. Mund të jetë një bllov diplomatik të kesh ku ka rezultat më të mirë, se ai e mori Panaman, kanalin e Panamas duke kërcënuar, tha. Vetëm me deklarata. O do ma jepni ose do vi t'ju pushtoj. Edhe ata thanë këta të pushtoj, këtë pushton me gjithmonë të bjondi. Nuk i eci me Kanada, nuk i eci me Groenlandën, me këtë gjë. Kanadan jo, sepse po se dim se ka akoma me Kanadan, po domethënë në rastin konkret do shohim se sa do funksionoj. Është ki parasysh që në Venezuelë ka një prezencë ushtarake ruse jo indiferente, ka një prezencë ekonomike kineze jo indiferente, po ka dhe prezencë ushtarake edhe të Iranit në... A ka dhe Iranian atje? Po, Irani ka një lidhje të veçantë me Venezuelën prej vitesh. Madje një nga ministri financave janë 2 nga këta, cilët janë
janë libanez, shiit, njerëz të Hezbollahut, edhe Hezbollahu ka bazat forta në Venezuelë. Si baza në shkuptim? Baza politike, ushtarake. Ka dhe ushtarake? Po, ku stërvite njerëzit, ku qojnë, ku marrin para. Parasysh që Hezbollahu është një shtet brenda shtetit dhe ka ekonomit vetën, ka qarkullim vetën e tjerë, kupton? Edhe prandaj këta quhen Venezuelën si sponsor edhe të terrorizmit për shkak lidhjes që ka me Hezbollahu. Pra, kulla një vend totalisht katolik, Venezuela, që nuk pjerë fare dhe bëjnë marrëveshje. Ka 2 milion italian. Që ka? 2 milion italian. Dhe ç'popullsi tjera ka atje, kulla? Ka popullsi hispanike, po italianët janë kryesorët dhe ka edhe Argentina është vendi me numrin më të madh të italianëve në botë, ka diku te 5-6 milion italian dhe ka Venezuela 2 milion italian. Dhe un kam një shokun tim që është me dobë shtetësi venezueliane dhe italiane që jeton në Spanjë, është regjisor, i cili sa herë që shkon në ambasadë venezueliane në Rom i thon: "Compañeros, bienvenidos." Compañeros është shok, domethënë, kamarat. Po pra shok, kamarat, domethënë, kanë ato ideologjinë komuniste deri diku. Maduro vetë ç'a është? Ky kështu ka Ja ka thënë ideologjikisht është i majt. Po të majt janë ata gjithë ideologjikisht, po të majt militarist, jo të majt kështu domethënë. Po. Edhe janë gjithë fëmijët që ta kuptojnë njerëzit, janë gjithë fëmijët e Fidel Castro si regjime, si ideologji, si tjerë domethënë. Kuba e vogël atje. Po, Kuba e vogël është Kuba ka shërbimin sekret më të rrezikshëm në botë. A vazhdon akoma? Po. Zërbe. Dhe ka të shpërndar kështu me këtë anti-amerikanizmin kudo në përbot, kudo që shefti këtë gjunë e mjekët Kuba. Po ne kemi agent Kubës në Tiranë? Kemi pas. Ka pas Kuba këtu marrë ne, vinin në kohën e Enverit. Ka pas, jo, po ka pas edhe deri vonë. Edhe mbrapa. Edhe Kuba është vend shumë interesant dhe ki parasysh që nuk është pushtu do të kur nga Amerikanët. Dhe Kuba me të famshmin Che Guevara dhe me Fidel Castro në ajo që ka futur virusin e anti-amerikanizmit në të gjitha vendet hispanike. Tash pse është e rëndësishme kjo gjë? Pse ta përmenda vendet hispanike? Sepse pika ku këta kanë bërë balancën në Amerikën e Veriut, është se në Amerikën e Veriut ata që mbartin pushtetin kanë thënë gjithmonë që ne jemi protestant, pra kemi origjinën nga Anglia. Qartë. Kurse këta janë katolikë që thonë ne nuk do lejmë kishën protestante që të vijë dhe të na dominojë këtu tek ne. Kështu që është një stradë e jashtëzakonshme, gjeopolitike, por edhe ekonomike, por edhe... Dhe ma thuaj vetëm një fjalë të se do bëj një pauzë, do vi prapë ty dhe në orën 10. Kemi akoma dhe 4 minuta. Më thuaj vetëm gjithë lutem kulla. Ka pasi takimi isor shumë sot midis presidentit Trump, presidentes meksikane edhe kryeministrit kanadez. Ishte sot? Po, kanë qenë sot. Apo ka qenë dhe FIFA pra le jo? Po, ishte shumë isor, ishin gjithë buzagaz aty. Po tani kush ishte pra? Kush ishte nga Amerika Latine? Trump është kryeministri i Meksikës, presidenti i Meksikës, më fal, edhe kryeministri kanadez. Dhe kryeministri ja thashun pra Kubës me Meksikën, nuk i ka keq. Jo, me Meksikën i ka keq, jo mua. Me Meksikën i ka keq. Po do dilte aty në foto, njeh Trumpi ti apo jo? Po është butur, s'ka ç'bëj, duhet edhe me Kanadan i ka keq, po. S'ka ç'bëj, i duhen aleanca se nuk mund të ketë gjithë kundër, kupton? Por ai është treguar brillant në faktin që ka kthyer rolin e Amerikës në Amerikën e Jugut. Kulla kam një pyetje tjetër për ty. Po do ikim me letën tani dhe bashkë do ikim të bëjmë xhiron Çilek. Falat Çilekut. Ha? Falat Çilekut. Të shprehje kjo? Jo, të falat Çilekut. Okej. Ledio, bëjmë xhiron Çilek plak. Kush? Nar Koka. Sa thot Nari? Te ky komisioni thot i lekëve të rusëm duket se është dhe Lul Basha. Çfarë perde, se e kam mbetur ajo bashkë të shkret. Gjina Luli shkret. Kush Luli? Ku jo, e takova këtu kur... A, ka takuar? Kur vdiq Fatosnano atë ditë ishte. A, e di e pash i erdi, po. Si du? Shumë mirë. Po që kështë për flokëve më la? Kështë ndryshu lojnë e flokëve më duket? Po i dio. Kështë rrë një këshu si këtu për para. Unë i mbaj të shkurtër për vete, kështu jam. E di më e di, është që dita shumë me atë lurin. Ore, kulla t'i gjo, para se të letë lirë, la. Jam kurios t'a di. Ledio, ma nëzirë dhe njerë këta të titull një kështë e poshë, ma nëzirë se ka lidhje. Më vjen një mesazh shumë rëndësishëm, nga duaj përgjigje të shkurtër, po të fuqishme nga ty. A ndikon Shqipërinë kjo lufta amerikane kundër drogës, që i ka shpall Trumpi Venezuelës, ose më mirë disa zinxhira të drogës, ato armike? Drejt për drejt. E ndikon? Drejt për drejt. Mund ta shpjegojmë dhe kështu ftojën e madhe të administratës sot me amerikane me zotin Ramsi 4 tu? Jo, unë mendoj që ka një arsye çan. Ne themi gjithmonë Amerikën e kemi partnerë, Amerikën e kemi partnerët. Kujtohet kur erdhi, po e kam 2 minuta. Kujtohet kur erdhi
Bushi këtu mbushën rrugët e Tiranës ne pra utopi partneret. I vëmën dhe orën. Dhe më kujtonte atë shprehjen që thonin me Kinën që ne dhe Kina Motor jemi gjysmë e botës. Të ne ishim 1 milion, Kina 1 miliard. Tani realisht çka kemi ne me Amerikën çan? Ne s'kemi asnjë investim amerikan, asnjë lidhje ekonomike. Jo, më kemi. Asgjë. Kemi skavicën. S'kemi asgjë. S'ekziston skavica, s'është bërë akoma. S'kemi kam të bëhet. S'kemi asnjë grup pra, po këtë po Kemi këtë më bazën NATO. të lutem 35 vjet ne s'kemi asgjë me Amerikën. Po kemi më. Ekonomikisht s'kemi asgjë. Tigri 1, Tigri 2. Kemi lidhje Tigri 1, Tigri 2 në Vlorë. Kemi lidhje 80 milionë në ditë. Më 80 dëgjoj milionë pak. në ditë, apo këto jaron ti. Ne kemi lidhje me Amerikën vetëm. Në NATO, në OSBE, në Këshill të Evropës, lidhje diplomatike dhe mbështetjen për drejtsinë, për SPAK-un dhe gjykatën speciale. Dhe lidhje me shërbimeve inteligjencë. Që do thot? Që do të thotë, është normale që vjen një moment, ndryshon një krah një regjim, atje thotë, ore, pse duhet të vazhdojmë ta mbështesim në këtë Shqipërinë? Kemi ne lidhje me këtë 35 vjet vetëm japim shqiptarëve, jo Kosovën, jo këtu, jo këtu. Dhe këta pastaj vinë, kur vinë. Ata nuk thonë kështu, se ata e dinë shumë mirë se na kanë dhënë gjë ne, ata kanë marrë, nuk japin gjë. Dhe kur vinë, jo po prit për të se këta thonë sektorët strategjik, kujt ja japin? Ja japin oligarkëve vendas. Ose ku diun ca vende të tjera. Po pse janë ofruar ata? Helikopterët ku i blem ne? Janë ofruar ata se Helikopterët ku i blem ne? Kujtohet i blem Francë. Po. E tjerë. Jo janë ofruar. Tash jeti që do sa mirë kërkon ndihmën e aleatit më të madh. Kështu që ka ardhur momenti që ai po të flet troç. Të kam çam ke. Si? Të kam çam ke. Që do të thënë? Me fjalë më ke shumë gjëra. Me fakte s'm ke gjë. Atëherë do vazhdojmë këtë lloj bashkëpunimi. Pra ftoja duhet ta kuptosh në një Vlla, pa ata mund të mos zgopen kur më burr, se ata janë vendimas shumë. Pastaj rruga e Kombi çfarë ishte? Nuk e mori kjo firma e këtij, Dik Çenei, që ishte zëvendës president. Jo. Jo, ishte Enka. Ishte Enka turke kryesore. Bektel ishte vetëm ajo që kishte vënë emrin. Bektel Enka. Po pra, siç vënë emrin turqi tani, kishin vënë emrin ata. Enka, vetëm tash Enka Ai ishte. ka mundësi mos kundërshtosh për gjëra që i dihen botërisht. Po jo, më Enka ishte 80%. Por edhe një le se ç'është letra aq më. Ti e di që ajo ishte dhuratë në një farë mënyre për ku? Për shkrimin e Kosovës. S'ke asnjë investim amerikan këtu. Por ti më dëgjoj mua çfarë po thash apo? Po të dëgjoj shumë mirë, po ju kanë vënë gjëra që kanë kërkuar. Asgjë si kanë thënë. Gjithë i kanë oligarkët vendas dhe këtu dhe në Kosovë. Ore kanë kërkuar gjë këta apo jo mos e po s'kërkon gjë. Ore fuqia e madhe nuk kërkon o çan. Ti i shkon fuqisë madhe ashtu. Po jam i tha, hajde me Sazani. Ai Peti ç'a bën? Ç'a Sazani, më Peti ç'a bën ata apo jo? Ti ja ke dhënë gjitha, ore deri në detaje ne edhe ku të them unë. Ore trafikun e drogës vlla. Shqipëria, njerëzit e Shqipërisë e bëjnë pa lejen e amerikanëve, e bëjnë fshehun azi. Po sigurisht. Atëherë është situata keq për qeverinë. Sigurisht, është situata keq. Jo që pyetja ime. Po sigurisht. Pra ndikon direkt kjo lufta. Ta kam thënë dy mjalti, dylli dhe tani ku jemi te faza e? Te treta. E shqitja. 3 fazë e bletës. Po. Faza e parë mjalti. Mjalti, dylli dhe kjo faza e tretë. Jashtëshitja. Pse dia nga e kundërta unë që është jashtëshitja, dylli dhe mjalti jo. A bet mjalti i pari? Iku mjalti. Fyta. Mbaroi dhe dylli. Administratë e kaluar. Mbaroi dhe dylli. Dylli ishte ajo tranzicioni, tani jemi në mut total apo. Po shkojmë drejt kësaj qes. Fyta. Ju kam thënë që muti do e përmbysi këtë qeveri, s'keni besuar. Lloji muti, si ja them tani, me çfarë ngjyre a do ketë shumë era apo jo, do të kuptoni pas pak. Po vjen. Ça arrive. Se do le ty o kua. Kulla të lëre atun ty? Faleminderit. Je i papar, kulla, o knaqja shumë. 22:04 minuta, o bëhet gati Fari Balliu, zonja Zotrinj. Gazetar i vjetër në këtë vend, shkrimtar dhe botimet një sekondë se harroj gjithmonë emrin botimet 55 apo. Botimet 55. Ndërkohë Fariu do visët bashkë sot me mikun tim Marsit Gupi dhe do hedhim dritë pak, do dekriptojmë aktualitetin politik në Shqipëri, gjithë ato kulisat që njerëzit e thjesht nuk i shohin dhe që në mjet të emisioni informuan ashtu siç duhet. Falenderojmë Kullën Ledio, bëjmë xhiro urgjent dhe rikthehemi me Fari Balliun dhe Marsit Gupin.